Në Big Brother Kosova, ku çdo lëvizje dhe reagim i banorëve kthehet menjëherë në temë diskutimi për publikun dhe portalet, një nga momentet më të gjallë dhe tërheqëse ishte performanca e Edit dhe kushtrimit në vallën e Shotes. Ky episod nuk ishte thjesht një lojë për argëtim, ishte një shpërthim energjie, ritmi dhe karizme që i bëri të gjithë të mbeten me gojë hapur, djem, me siguri dhe qetësi në lëvizje. Treguan se vallja nuk është thjesht një traditë e bukur për t'u parë, por edhe një mënyrë për të shfaqur personalitetin, ritmin dhe humorin e tyre. Secili hap, secila lëvizje e duarve dhe kërcimi në vendin e duhur shpalosnin jo vetëm aftësitë fizike, por edhe për kushtimin për të argëtuar dhe për të bashkëvepruar me banorët dhe publikun. Edi dhe kushtrimi nuk e kryen këtë kërcim thjesht për të plotësuar detyrën, ata e bën atë me entuziazëm dhe energji të papërmbajtshme, duke shndërruar sallën e Big Brother në një skenë festive. Publiku nuk mund të rrinte indiferent, kamerat kapën buzëqeshjet, duartrokitjet dhe emocionin e çdo banori të pranishëm, ndërsa portalet dhe rrjetet sociale shpërthyen me reagime të menjëhershme, duke e shpallur momentin si një nga më argëtuesit e edicionit. Një nga gjërat më të bukura ishte mënyra se si djemtë bashkëpunuan me njëri tjetrin, duke krijuar një koreografi spontane dhe energjike. Ritmi i kërcimit nuk ishte vetëm teknik, ai ishte një mënyrë për të treguar bashkëpunim, humor dhe vetbesim, duke lënë të kuptohet se kërcimi në Big Brother nuk është vetëm spektakël, por edhe një komunikim i gjallë dhe i drejtpërdrejt me publikun dhe bashkëbanorët. Ky moment tregoi gjithashtu se si personaliteti i djemve dhe energjia e tyre mund të ndryshojnë atmosferën e shtëpisë. Një kërcim i tillë, plot humor dhe karizëm, nuk ishte thjesht për të argëtuar publikun, ai shërbeu për të hequr tensionin, për të bashkuar banorët dhe për të treguar anën më të relaksuar dhe të gëzuar të lojës. Në thelb, performanca e Edit dhe kushtrimit në vallën